Përshëndetje nga pa manual. Kush jemi ne? Apo s'është kjo? Nuk e dim, por as ju nuk e dini se vazhdoni ma thoni emrin nga bim në komente. Kjo nuk është Egli, të nderuar Ajo shikues. Ajo është Megli. Më jep Lokite. Dhe nga ana ime e Majt është kolega ime Gjesi. Dhe në mesin ton është ajo e vetmja Blerta. Jo, nuk e thatë mirë. Jo, edhe njerë duhet Blerta Çela 25. Blerta Çela 25. Rewind edhe njerë. Dhe në mesin ton dhe qartazi jo të juaj nga shtëpia do donit është Blerta Çela 25. Faleminderit. Lekët i ndajnë pastaj tresh si do e lërë. Oh, më fali. Si jeni? mirë. Ç'është gjithë kjo alegri? Shiva do të tregoj Gjë jafë. gjë shumë të bukur. Çfarë do ta tregosh? Se më thatë mos fus gjëra në portofol nga të panjohurit. Dhe ti fillove të fusësh Në dorë. Në dorë. Erdhi një nga këta murgjit. Më do thoshe morg. Do thosha, më mart. Larg qof moj. Largo zot. Dhe më vuri këtë dhe tha 2000 leka, good luck. Edhe mori, kam dhe një foto që është duke ma vënë në dorë Bryzylykun. Mori atë varsin e vet, ja dha. Tani o më ka mallku, o më ka dhënë Më fat. thënë, ti nuk nxën mend që nga episodi i fallxorëve që ne na shkoi mjalt. Mjalt. Dhe vazhdon të merr gjëra nga të panjohurit. Ta nuk tha ajo kolega jonë nga Fieri që duhet shkosh çau ik në tualet edhe shtype. Asnjëherë ai kënoi. Kam foto ekskluzive të Meglit dhe Murgut. Thash këtë. E kam edhe unë. O regjia, e ke Do ta vendosim. duket Megli duket shumë e lumtur tek ajo foto. Jam isha shumë. Megli duket sikur Përveç se duket e lumtur, e beso me vërtet që do ketë fat mirë, po i dha 2000 lekë Murgut. 2000 leka, good luck. kjo fundjava ka qenë flak fare Për ne. për ne. Për ne. Por jo Për për ju nga shtëpia. jo për një nga gocat tona të pamanualit që ne ishim bashkë dje kur kemi mbajtur barkun me dorë nga të qeshurat, por edhe jemi skuq nga sikleti kur ajo na tregoi historinë e saj. Dhe unë i thash, Amelia duhet ta ndash këtë historinë më njëherë tek pamanuali. Burrash. Tani, regjia të lutem, telefononi pak Amelian edhe dëgjoni pak çka ka për të thënë. Tum. Amelia. Hello. Hi. O goca me historinë më të sikletshme ever që un kam dëgjuar ndonjëherë, nuk e di për këto dy të tjera. Unë E mbaj me nder këtë titull. e ke bë dekorat besoj këtë dhoma, ke koka krevatit. Na e trego pak, tani ti te grupi pa manualit dje, po na tregoje historinë e sikletshme siç e thash të këtij djalit me cilin ishe takuar. Na trego pak si nisi, si vazhdoi dhe si bitisi, se jemi gjithë sy e vesh se duam ta dëgjojmë prapë dhe të qeshim prapë. Të sikletshme dhe super të çuditshme, do thoja unë. Ha. Po çdo gjë nisi në Tiranë, në Verë. Unë kisha ardhur për pushimet e Verës, sepse jetoj në Gjermani, kisha ardhur atje me pushime. Edhe Okej. njoh këtë djalin që në pamje të parë ishte, domethënë, aparenca ju e pat, super nice. Ishte shumë yll për zotin. Shumë king. Edhe folëm pak, pastaj ky më ftoi për datein e parë që shkoi shumë mirë, edhe date i dytë shkoi shumë mirë, pastaj mua më duhej të largohesha për këtej. Ishit në Tiranë Isha ndërkohë, bash- të këto dy datet. Shkon shumë mirë. Po, dy datet e para ishin në Tiranë dhe ishin super, domethënë asgjë për të marrë X-a, asgjë për të marrë red flags-a, ishte shumë okay. Aha. Pastaj filluam të flisnim me mesazhe, bënim kështu video call se unë erdha këtej ku jetoj. Edhe një ditë bukur duke u ngacmuar kështu, ky e bëri fakt sa unë do vi tek ty. U vetë ftua. Tre biletën sa u vetë ftua. Fjala e dur është u vetë ftua. Dhe unë tani në gjithë këtë vetë ftimin e tij prisa që të paktën thonte, shiko se po iki me një hotelun. Aha. Jo, motor, turisti erdhi për ndete shtëpia ime. Kishte marrë çantë shpine? Do të thënë ai erdhi nga Sigurisht, Shqipëria ishte në Gjermani backpacker. tek ti për të qëndruar te shtëpia jote. Me backpack, po. Ai ka Po, thënë, sarri. gjithmonë kam dashur shkoj në Gjermani. Po gjeta dhe shtëpi, opton. Aha. Po pastaj. Okej, erdhi këtu, nata parë ishte okej, se ne dolëm, pim prap, ishte nice, erdhëm në shtëpi. Tani çdo gjë filloi ditën e dytë.
Ditën e dytë mua më dil gjumi në orën 8 mëngjesit dhe shoh një njeri që po më bënte ster, pra më kishte ngul syt. Po të Dhe unë shifte tani kështu? instinktivisht po më shifte, unë sa isha zgjuar nga gjumi, një sy hap, një sy mbyll, flokët, e dini ju. Çohem dhe kthehem dhe I them, po ti s'ke fjet fare? Jo, thot, se ne inxhinierët nuk flem. Mos ishte nga fieri ky, ka qenë të ysht, të pa në sy. Moj, po, do të është romantike, do të ka thënë sa e bukur O, është. Amelia, po ka menduar që je për t'u adhuruar mi gotë. Ami ju, si manjak, ai erdhi për herë të parë aty tu e pan, kokordhok syut qyme mjes. Po, mi ka mendu të shef, aty ke parasysh ato filmat romantik që ai zgjodh dhe shkratej dhe Po, filmat romantik se ai te jut, nuk shefet dhe të ishte, vret në shikoj, gjumë. u larg qoft. Nuk ishte rasti, nuk ishte as pak romantike, ishte shumë awkward situata. Do të thonë unë ndjeva në siklet në shtëpinë time. Tash ç'a dreqin, nuk ishte bova kiçet. Dhe Po, mbase se ishte ka dhe gjën- pak si hiperaktiv. Çoj që në tetë dhe kishte këtë planin e ditës para ku do ikim, do shohim filan monument, filan muze, filan. Ai Ai ishte ka ardhur Virgo? me guid voj motor, po ti e ke kuptuar. Ai ka ardhur me guid. Jo, Gjesi ti mos fol se unë prej te e hëngra. Si, ha mi. Ja kam rritur mendjen gjithë inxhinierave. Në këtë Më keni episod, turpëruar me fare. vajzat. Që në pikë të mëgjesit hapim qytetin atë mëgjes. Pim E çfarë? kafen, shkurtër Gjesi e pinte. E pinte kafen e Edhe- shkurtër. Kafen e shkurtër, ja. Po. I plotso ka gjitha kushtet, që ka inxhinier, kafen e shkurtër. Si po. qik. A kishte Samsung apo iPhone? Petra, po prit. Prit. Dhe tani, përveç pjesës së zgjimit, çdo gjë filloi tek dreka pastaj, që ky po fliste për nuse, fëmijë, shtëpi me obor, qen, kështu muhabete. Familjar, më të do ti. I pas ka patur Ishte planet e shumë i qarta çuni me Ishte shumë i kalkuluar. Çuni ka ardhur, ka thënë po letra ke ti. Po sa do Shpinë thonë? paske, dokumentat i ke. A ke letra gjermane se mos ka pa për letra gjermane? Po, goca dhe kam dhe letra, po dhe gjëja ishte më fani që vazhdimisht thonte, ua, po se ti e pas s'ke dhe në qendër shtëpinë, se unë mendoj që I kishim në një fshat. Vazhdimisht. Nuk e di, a është për të qesha për të qajt kjo fjalia që thaj. Dhe mbas dreke unë aty mora ikun përfundimtar dhe thash, shiko, ky djali nuk bën. Dhe tani gjeja mënyra si të shtyja kohën, se ishin dhe 2 ditë. Kështu që rria gjithë ditën rrugëve e guida. Guidat e kinezëve me flamura. Hajde. Dora eksploruese aty me. Mirë që s'ke marrë dhe na i mikrofon që të flisje me kufje në vesh. Në të djathtën tënde ndodhet muri I Berlinit dhe në të majtën tënde rënd shti brënda. Tani gjëja tjetër ishte goca që ky ishte merre me ndërthim. Dhe kishte kallo në dorë. Po nuk ishte problemi vetëm që kishte kallo. Problemi ishte që këto kallot ky I hante. Hante kallot dhe hallo. Hëngt hallot edhe kallot bashki hëngt inshallah. Ai bështynte masi I hante? Jo. Po, duhet një ASMR për ta tregu fikse. Ja bënte më thënë. Ja bënte kështu. Po, brava. Po mirë, priti herë se unë do bëj dhe avokatin e djallit këtu. Tani, Jepi. kallot e Dora kanë edhe çuna që bëjnë palestër dhe ngrenë pesha dhe kanë trup bukur dhe kanë kallë dhe ne nuk themi për këta çunat na japin. Themi, të blej doreza. Krem, Të preki fytyrën ai me të ndjesh kallot gungan në Po fytyrë. mirë mi gru, pritmi Amelia, se ne jemi goca kërkojmë çuna që punojnë. I themi çunave duhet punoni të keni karrierë. Këta punokan që kanë inxhiniera tani nuk na pëlqejnë duart me kallot, ç'a du mi gru? Duar ti vë krem ose God, minimalisht mos I ha kallot në publik dhe ti pështy. Ha Amelia? minimalja. Mos haka, e para është kjo, minimalja mos haka, do të thënë I ke mbaja aty bëj çat mundesh që ti fshehesh, që tani Bëri dhe emra. ti ekspozosh më shumë. Dhe tani, me që I duam çunat që punojnë, unë e di që çunat që punojnë dhe lahen. Nuk lahet njeriu në 4 ditë një herë. E Më gjeta. fal, qëndrojte ti 4 ditë dhe u la vetëm një herë? U la vetëm një herë. Më ndoshta ai nuk ka. Në qështë Unë e gjeta Amelia, ai ka dash nga që ka thënë I kam shkuar tjetrës në shtëpi, ai nuk ka dash se të harxoj ujin. Ka mendu se do I pa tarifoje ujin mi gru. Po s'kemi kështu problemesh, po mirë që u la vetëm një herë. U la një herë, atë herën që u lash goca, peshqirët nuk I përdori. Unë nuk e di me çfarë fshi. Ai ta them si u fshi, ka dal nga dushi, pluq, ka dal mund mes banës, ja ka thënë helikopter.
Po të paktën masi u la biri botës, a vinte nai era shampo, era. Jo, sepse problemi ishte që nga, ju e dini se janë banjot e gocave, aty ke shampo për çdo gjë. Ai nga që është inxhinier, nuk lahet me shampo gocash. Normal. Të vi ai. Nosta I ke pas e peshqire të roz, ka thënë ai, viu era Ja femër. dash peshqirin. Ja dash blu peshqirin. A shkove Moj, në tualet? këtë moment, po mendoj mos ndoshta nuk ka përdorur asnjë lloj shampo, i thjesht është larë vetëm me ujë. Është laja ka Po, kanë unë një me fërndush, ujë. me qa ujë Pa, ka ra pa. nga koka, është la dhe poshtë, kështu ja ka fërkuj. Edhe pastaj ç'a ndodhi si hoqi qafe, a dolët më. Ore prit pak se s'bën pyetje më të E rëndësishme. vrau, me shumë mundësi trupi ati është akoma I banjet në Gjermani. Prit e herë. A bët seks ju herë? Ë? O goc, unë po të them as nuk u pusëm, ti thua bët A seks. su prek, As nuk u Seksi ishte, as u prek. As nuk u preket as Seksi ishte shife me gjyshbis, nuk ke gjë këtu afër, nuk Ndoshta shifte. ai ka qenë aseksual ose ndoshta inxhinierët nuk bëjnë seks e I ikën shpërqendrimi nga puna. A ka mundësi, po ç'pun ka mund me të thuaj. Ndoshta ai ka dashur kur të bënit seks do të thonte thuaj që jam inxhinier. Po ti s'ja the kurr dhe ai nuk u josh kurr. Më mos 4 ditë në një shtëpi, fjetë të bashku, në një dhomë, në një krevat. Po në një krevat, po si me kushurin, te ke parasysh Ata shkon te kushurin. ata tërhiqte çarçafin kur vjen çu. Jo, flinte pa çarçaf sepse inxhinierët kanë vap. Se kam marrë dhe këtë detaj. Inxhinierët nuk mbulohen. Inxhinierët që kanë derro burra. O goca, po mirë tani, vjen çuni 20 e ca kusur vjeç. Vjen dhe për tu ndru te shtëpia një goce që presupozohet se ti e ke qef, shkon dhe ndrohet në banjë. Po pse mi gru ku doje ti me undrua? I ka qenë çun me namus, çun me seda, ka pasi çik Këtu pashë ka pas turp. pastaj problem të rëndësishëm që ndoshta do investiguar. E mos ndoshta është Nuk mundi do ta investigonte goca se Dhe mirë bëre. Edhe nëse e ke vrarë do ndihmojmë të fshesh trupin. Ai iku domethënë, shqyr. Unë rilinda kur ai iku. Dhe atë ditë që kishte avionin e nisa një 5 orë para, e thash, diçka ik para, e thash se ka grev. Se nuk tani the. disa dhe- Ik para Kisha se dhe inxhinierët Max, duhet ikin gjithmonë përpara. Po kisha dhe Max o goca, thash po na humb avionin, po na rri më shumë ditë këtu. më po një pyetje, do të thënë ju në një krevat dhe nuk tentoj kurrë të puthte. Po jo më Gjesi, jo më Ma, Gjesi, se na hëngre. Jo, Nuk e ka jo, prek. vetëm- A nuk e çoj kur muhabetin aty, as muhabet qoftë. Jo, I vetmi muhabet që bëri është ai që unë e ndjej që ti nuk e klik për mua, tha se unë I kuptoj sytë e femrave, tha se jam inxhinier. Të lutem. Unë ndjej që nuk e klik për mua, po unë do flek e shtëpia jote 4 ditë se do e Po shoh ai gjithë ka do- thënë unë gjithë erdha që Berlinin. erdha, po ndoshta me vërtet nuk ka, ai nuk ka ndier tension seksual si inxhinier që është. Jo, betohu mbi këtë bllokun virtual të pamanualit që ti nuk po gënjen dhe Okej. nuk po shton asgjë për këtë historinë sepse duket shumë e pabesueshme. Ju betohem, unë ja tregoj shoqeve të mia dhe shoqet e mia thonë nuk ka shanse. Domethënë asnjë nuk e kupton sepse njerëzit nuk kuptojnë pse erdhin rreth parë. Mirë çfarë ndodhi, Inxhinieri- po pse erdhi? Inxhinieri pas ka shkuar në Gjermani për pas ka harruar të marrë lapsin e tij me vete. Po që goca me çdo gjë që shifte, çdo ndërtesë që shifte, çdo mur që prekte I bënte I bënte analizën me çatulla që llafi ishte ndërtuar. Urdhëro, ati I pëlqen të preket me muret, nuk I pëlqen të preket me fen. Edhe nuk ka asgjë të keqe për këtë. Jo, duhet kërkojmë një term për njerëzit që tërhiqen nga muret. Inxhinier. O zot. Nuk e di. Që nga jo ditë që ai iku, folët më? Të shkruaj ti? Më ka shkruar vetëm një mesazh kur arriti në aeroport, që tha arrita në aeroport, nuk ja hapa kurrë dhe ka hedhur vetëm statuse në WhatsApp me punimet e tij të famshme të inxhinierëve. Thash se kishte hedhur ndonjë shprehje për të thënë ty shiko se do pendohesh që nuk arritet të më O kapi god, mua. sa shpreh ai dhe anglishten e fliste me gishta. O god se po ai ishte yll, më jep foton ti që na dërgoi Amelia. Ishte Jo, kokra yllit. seriozisht. Na dërgoi foton Amelia dje dhe ishte I bukur, I gjatë. Gjithaj bjond me Nuk ato e di. sy.
Edhe nga trupi Ishte mirë shumë kështu. mirë, po Ke nxjerrë në nuk, mësim? Ke nxjerrë në mësim se do ta mbyllim tani? Ke nxjerrë në mësim? si goca është mos ftoni asnjë në shtëpi. Kush E vërtet është kjo. Kjo po S'ke si përzen nga shtëpia. S'ke si përzen pastaj. Dhe merru vetëm me ata që përdorin Sterolaps dhe jo laps. Dhe ata që din të lahen. Edhe po s'diti nga fund të lahet. Të ketë dëshirë të lahet, e laj unë. Edhe atë, po s'ka gjë. Faleminderit shumë që e ndave historinë me ne. Goca, ju lutem, jeni shumë të mira, suksese. Faleminderit Shumë e shumë. mirë të puçim shumë. Ne dje, Ju faleminderit. pusë edhe unë. O zoti Po, Masu, nuk e besoj Nëse dot. ne Nuk e besoj dot. Amelia në zhgënjeu, po Amelia s'do marrim numrin që po patëm në muhabet muresh të vila këtu, të vit na i rregulloj, na i suvatoj se ishte mirë me muret. Shumë, po e vërtet. Por unë mendoj t'i bëjmë thirrje të gjithë gocave që kanë kështu historisht, ne kemi një grup tashmë që quhet Bestit të Pamanualit. Po, që ndajmë aty histori nga më të çuditshmet. Kemi bërë më të aq shumë sikletshme. dhe flasim aq shumë për çdo lloj gjëje. Dhe Amelia aty na tregoi historinë dhe ne tham, wait a second, kjo është një histori që ti duhet ta ndash patjetër me gocat e pamanualit. Dhe fakti që ju na dërgoni ne mesazhe dhe prisni këshillat tona, mua më lë pa gjumë në darkë. Po, Mua më dhe, ka ankth. dhe prandaj ajo flet që në orën 10:00 se nuk flet dot nga historitë tuaja. Dhe te grupi i pamanualit jam vetëm unë me Xhesin. Xhesin vjeton. Ama u zjojnë deri në edhe tre. në mëngjes, e kemi me turne, kush ka dëshirë Po. dhe ka i hall me mjes. Megli është aty, mirë mjesi vajza, si keni një, a Unë dhe keni ajto një po mirë. kisho. Nëse, gjithsesi, ajo çfarë duam të bëjmë ne nga tani në vazhdim, se ne duam të krijojmë një rubrikë te pamanuali, ku ti kërkojmë llogari çunave për ju. Pra, nëse ju keni patur një histori si kjo e Një më çuditshme. një. Një më një kokër më kokër. kokër të japin llogari përpara gocave të pamanualit pse ju kanë bërë ghost, pse kanë ikur, pse s'ju kthyen përgjigje. Na i dërgoni numrat Si e u tyre lan. tek Instagrami i pamanualit dhe ne do i marrim, do t'i kërkojmë llogari për ju. Dhe nuk tregojmë as emra asgjë, do thoni ju si do e bëni. We will tell you në Instagram se si do e bëjmë, vetëm na shkruani. A je gjendur dhe ti ndonjëherë përballë dilemës të mbyllem në shtëpi dhe të pres derisa princi i kaltër të vi, apo të dal edhe të bëj eksperienca edhe pse ndoshta nuk janë të duhurit? Një gjë e kemi, pas gjithë kësaj gjullërdie, kemi dhe një letër. Letra në asaj gocës sa ishte shumë e bukur, Që është në vërtet shumë e bukur. që na ka kërkuar të flasim për. Haj goca, kishit postuar dje që çfarë sugjerimesh nga ne mund të diskutoni në pamanual. Dhe I was thinking sot që shpesh ne gocat kemi një pikpyetje, që kur i duhuris po del në sken, a është më mirë të rim single për një kohë shumë të gjatë? Apo të provojmë të kemi lidhje casual, që as këtë s'po e gjejmë dot se këta çuna sot janë pa pikë respekti. As e çojnë në mend që të ketë të paktën biseda dhe dating normal, por vetëm biseda të cekta dhe mendje që e kam njërin për seks. E them se më ka rastisur që i kam dhënë shansin ndonjë djali që e kam ditur që s'do përfundoj me të, por kam menduar të kaloj mirë dhe të jetë një marrëdhënie që të ketë pak vlerë. Ndërkohë, nga ana tjetër kam qenë një target që ky shqyqyr e pas ka zënë. Ndërsa single mbase është keq gjithashtu sepse s'po mëson asgjë të re rreth vetes në këtë drejtim të jetës. Se di, I hope ta lexoni dhe të dëgjoj idetë tuaja, jeni shumë real. Faleminderit. Tani, në kohët e sotme është bërë me vërtet shumë e vështirë këto lidhjet stable, le të quajmë kështu siç quajnë Xhesi. Këto lidhjet e mirëqëna, sepse ti nuk e di, nuk arrin dot gjithmonë gocat, po dhe çunat ankojnë që nuk njohin gocat dhe çunat tamam për të patur një lidhje tamam. Po edhe nga historia që ndau me ne Amelia. Mendoj që është një shqetësim shumë real për kohën ku jetojmë ne këto ditë sot, domethënë. Dhe e shoh, e them real sepse kam edhe unë si gjë. Domethënë, unë në një periudhë që dua një lidhje të mirëqen stabil, por nuk po gjejte asnjë çun që njoh. Dhe nga ana tjetër, kam shumë djem që kërkojnë të kenë diçka me mua, po që nuk duan që të jenë stabil, dhe duan diçka vetëm për seks. Çunat. Pra, ne po themi që është diçka shumë e vërtetë, që është më e thjeshtë, domethënë, më përpara ka qenë më e vështirë të bëje seks, jo më e vështirë, po si më Ka qenë dhe më tabu, ti Po, më ta tabu, kërkoje. po, më ndrydhur dhe si tani seksi rastësishëm është bërë më i thjeshtë se sa të kesh një lidhje. Pra, do me thënë, ne po kemi më të thjesht për të zhveshur në thonjza, jo në thonjza trupat, Për të sa zhveshur, po. për të zhveshur ne vet nga ana intime, do me thënë intime në sensin e ndjenjave dhe emocioneve. Kjo vjen nga cektësia e njerëzve, dhe sa cekët po i shikoj njerëzit sot marrëdhëniet
njerëzore, jo vetëm marrëdhëniet intime. Nuk mendoj që i shohin cekët, mendoj që thjesht nuk kanë më nerva për t'i parë thellë Dikush është gjërat. problemi është që ne jemi mësuar tani, domethënë që nga Instagrami, rrjetet sociale, çdo gjë është bërë shumë e shpejtë. Domethënë jeta, jemi gjithkohës duke jetuar në fast forward. Ne edhe kur vim në punë, për shembull themi jo të gjithë, po shumica njerëzve thonë, mezi pres të mbaroj që të shkoj te një ditëlindje. Jemi gjithkohës on to the next thing. Dhe tani ç'a ndodh me njerëzit, ndodh që ndodh një problem i vogël në një marrëdhënie, ti nuk ke më nerva të rish aty të ulesh dhe të punosh për atë. Ti thu varja se ka të tjerë sa dush dhe kjo gjë varja dhe kalon te njeriu tjetër, nuk ka më njerëz që ta ulin bythën me thënë tamam dhe të punojnë për atë marrëdhënie. Ndërkohë, ç'a na kushton? E ka thënë shumë bukur vajzat e letra që ka pyetur domethënë, ç'a i kushton një vajzë, po qoftë edhe një djalë kur rrin një periudhë shumë të gjatë single, sepse ti kur je lidhur njeh patjetër anë të tjera të vetes që ti nuk i njeh kur ti je single. Dhe ti kështu po i mohon vetes tënde ca eksperjenca që ndoshta mund të kishe patur ca të njohësh te vetja jote ca dimensione që ndoshta do të kishe njohur nëse do kishe takuar të duhurin. Tani, nëse vajza e ka saktuar të duhurin si atë personin që do kaloj jetën, para të duhurit i bie që ka pasur disa gabime. Po. Ne mësojmë nga gabimet. Që quhen experience. Po, Gabimet quhen experience. Eksperimente sociale quhen. Quhen experience, me anglisht quhen experience. Se ti ke gabuar dhe gabon prap. Dhe gabon prap. Kështu na ndodh. Gabon prap. Gabon prap disa herë prap, se nuk mëson nga gabimet dhe pastaj mëson edhe rritesh edhe shkon tek i duhur. Por i duhuri është muhabet tjetër. Por të kapur tek letra e vajzës. Ta marrim tamam nga fillimi. Nëse vajza do qëndroj single ose do qëndroj me djem që thjesht to have fun ose thjesht të kalojnë mirë bashk, po pa që në një lidhje. Cilat janë të mira do të këshia tek kësaj gjës. E këshia është që do quhet kurvë nga gjithë dynjaja. E para. Po, nga gjithë. Domethënë, flasim troç, nëse një vajzë, sidomos nëse po flasim për realitetin shqiptar, del me një djalë dhe i thotë, shiko se unë deri tani nuk kam arritur të kem lidhje serioze, por kam patur eksperiencat e mia seksuale ose jo, kjo nuk ka rëndësi, pa rrullën e keni nga mbrapa. Patjetër, edhe dikush e forta se të pyesin sa ke pa u lidhur dhe ti mund t'i thosh për shembull 2-3 vite, e kupton? Dhe thoj, pse 2-3 vite pas seks ke ndenjur ti? Dhe thotë që po jo, s'e kam pasur friends with benefits, kurv kjo. Po. Ja. Unë mendoj që domethënë problemi është, unë personalisht mendoj që kur ti i jep kohë personave jo i duhuris, se i duhuris koncept me vete, por ti i jep kohë personave që ndoshta nuk të përmbushin siç ti do, unë mendoj që ti kur del nga ajo çfarë lloj gjëje që ti e vë emrin, del më bosh nga çhyre. Sepse kjo faza që ke qenë, po për shembull unë jam single, e zëm, edhe tani unë do njoh këta tipat, po nëse ti e bën këtë gjë për të përmbush veten, pra nuk po të pëlqen ti jesh vetëm, ti hyn me qëllimin e gabuar. Pra ti po thua që thjesht nga që nuk do të jesh vetëm dhe të rish vetëm dhe thjesht kalon lidhje pas lidhje. Po. Por kjo gjë të bën të ndjesh më bosh. Merr kohën tënde, domethënë nuk ka asgjë të keqe të jesh single, dhe nuk ka asgjë të keqe që ti në atë periudhë që do t'i kushtosh vëmendje këtij personi, të kushtoja vetes tënde. Pra duaje veten dhe në këtë mënyrë do mësoje diçka nga një person tjetër, kalo dhe mësoj gjëra për veten tënde si një individi vetëm, pa pasur një bar apo një dikë tjetër nga mbrapa. Shiko se ke shumë të drejtë për këtë gjë që fillon nga të duash veten në gjithë etapa e të mësuarit në jetë, e kupton? Por nuk jam dakord asgjë të rri për një kohë shumë të gjatë single. Duhet të privon vetes këtu. Se kjo është pyetja shumë nevoja seksuale dhe pastaj te e dyta shkon te problemi që thua ti që është nevoja për të pasur dikë afër. Nga ana shpirtërore po dhe fizike. Dhe unë jam shumë dakord që si fillim të duash veten, që pastaj të mësosh të duash dikë tjetër siç është ai, por në momentin që ti ke një periudhë kaq gjatë kohë që ti nuk po gjen askënd tamam për diçka afatgjatë, mos ndoshta është më mirë që të kesh disa njohje të tjera që të mësojnë për veten. Po më se ti nëse thu unë po pres të duhurin, duke prit të duhurin dhe mbyll në shtëpi, nuk do ta gjesh kurrë të duhurin. S'është kjo ana, prandaj Po pra ndoshta ti del dhe me një çun që ti thu unë dhe ky nuk do lidhemi kurrë dhe gjatë rrugës nuk ka këto gjona që ti vet tikun tek gjërat që ti kërkon te një mashkull, po ai është aty për ty, është i përkushtuar ndaj teje. Ka shumë faktorë të tjerë dhe mund të bëhet i duhuri gjatë procesit. Se ne jemi shumë kërkuese. Po ti nuk do ta dish kurrë se
çfarë do, nëse nuk e nxjerr bythën jashtë, edhe E bukur kjo. nga shtëpia edhe të guxosh. Pra nëse ti mbyll dhe pret që të vi delivery edhe të jetë ai princi, nuk është ai. Ti dil dhe do dalësh, do të vi njëri në shtëpi si Amelia, do të thosh po nuk dal më. Do të vi njëri do haj me gojë hap, do të bështin fytyrën. Nga ana tjetër, edhe nga biseda që ne bëm me Amelian, unë do vazhdoj ta them se është diçka që edhe unë vetë ja them vetes time. Vazhdojmë të jemi qenie shumë komplekse që ndonjëherë ne nuk e dim se çfarë duam dhe nuk e dim a e duam atë që duam në momentin kur e duam. Okej, po, është kaq komplekse. Jemi komplekse, po. Te Amelia, si mund të duash dikë që të vinte në shtëpia jote 4 ditë, ti bën guid nga se çan. E strehon në këtë pikë. Po? Dhe ai nuk tenton asgjë, vajz, as të pra, sqaron. Po nuk imagjino ka tani, okay, e kthejm pllakën. Ai vjen 4 ditë në shtëpia Amelias. Edhe tenton të bëj seks që direkte, domethënë, edhe të ngjan si manjak. Se ky është problemi. Neve na bezdis kur ai nuk na, kur ne na pëlqen ai çuni dhe nuk na puth në takimin e parë, ne themi, po pse s'mputhi mund takim të parë se unë ja dha shenjën. Po nëse ai na puth ne themi, manjak, what sa merri. Po, ç'është kjo sa shpejt mputhi dhe s'po flasim për gjëra të tjera. Pra, unë mendoj që ne pranojmë gjëra nga personat kur ne kemi ndjenja për personin. Sa herë mund të kesh thënë ti, unë nuk merrem kurrë me një çun që filan gjë për shembull. Po, sepse këtu bie, a nuk kanë të drejtë edhe çunat të thonë jo, pra të ndihen edhe çunat sikur they don't click, ata nuk po bëjnë klik me ty, nuk kanë kimi me ty, ata kanë të drejtën të mos ndihen, ose ata kanë të drejtën të ndihen ashtu siç ne vajzat ndihemi shpesh herë. Të themi jo. Nuk duam, nuk na shkon me këtë gocën, unë me vërtet shkova në shtëpi, në rastin që ne kishim sot, por we don't vibe, nuk kemi vibe. Ka të drejtën ai të ikë. Po kaloj mirë për kaq sa janë këtu. Rolin e çunave. Po, në fakt letra që shkruan nga një vajzë tregojnë që edhe tek personat që ka dhënë shanse, që edhe pse ka kuptuar që nuk ka qenë i duri ose ka thënë me vete që të eci ku të eci, prapë thotë kanë përfituar dhe nuk kanë pasur as respekt, për kanë çuar gjën vetëm te seksi. Po, tani ajo gjëra që fliten. Domethënë, meshkujt janë bërë pa pikë respekti sepse thonë që e zura këtë për seks, por në fund të ditës ti kur shkon tek mashkulli, a nuk po shkon për të njëjtën gjë? Po. Pra nëse një mashkull, se ne i kthejmë për, domethënë ti i kthen përgjigje një çuni që të shkruan vetëm në dark. Ti, çfarë mendon? Se ai duke të shkruar ty pas mesnate do të lexoni një libër bashk në autostradë? Çfarë autostradë e pamja? Po, do të thotë që unë mendoj që ne femrat e dim shumë mirë kur ai është shumë i dhën, kur ai ka qëllime më serioze, thjesht ne fiksohemi, domethënë mund ta ndryshoj ose nuk mund ta ndryshoj. Nëse ti del me një çun dhe e din shumë mirë që do ndodhi kjo gjë, ti ke shku me dëshirë. E ke dash ta bësh këtë gjë. Jam dakord, po unë për të letrën e vajzës kam një pikpamje shumë që ndoshta do gjykohem e kam të timen dhe je në pa manual e kam të timen këto dhe nuk e vras mendjen. Tani, unë jam dakord me Miglin që me Blertën që nuk duhet të jetë single për një kohë të gjatë, pra duhet të shohë dhe të ketë eksperienca. Por nuk jam dakord që të rri me djem që i ofrojnë asaj vetëm seks, sepse nga ana tjetër mua në mendjen time më duket sikur i privohet kjo gjë një lidhje tamam dhe shumë vajzave të tjera. Sepse në momentin që ka djem që kërkojnë vetëm seks në një vajzë, atëherë bie që ka vajza që ofron vetëm seks në një marrëdhënie. E kupton që do vetëm ato gjën. Po. Dhe mua më duket sikur shoqëria është ndërtuar në këtë sa kur një vajzë do që të ketë një lidhje serioze me një djalë, ai nuk do dhe thotë unë do dikë vetëm për seks. Po, dhe është kjo lidhje serioze. Kjo është në rregull me atë djalin. Po pra, ai po ajo ka bë kompromis se ti nëse domethënë janë ulpishmërit. Prandaj po them, kam fjalën që shumë vajza nuk janë në një lidhje sepse duan diçka serioze dhe me djem që duan vetëm seks dhe këta nuk e marrin fare parasysh që të kenë diçka tamam sepse ka vajza që ofrojnë vetëm seks nga ana tjetër. Keni dëgjuar atë historinë, është shumë e bukur kjo që the. Është një histori që ekziston që në gjithmonë teoritë e TikTokut të taxi cab theory. Pra, teoria e taksive që është te çunat, po unë mendoj që është edhe te gocat. Çunat janë si taksit. Taksia ka një dritë e cila është e fikur në momentin kur taksia është jo e gatshme për të marrë njerëz të tjerë. Pra taksia ka njerëz të tjerë brenda. Ndërkohë taksia ndez atë dritën dhe e tregon dhe lajmëron kur është available, kur është e gatshme që të marrit të ketë pasagjerë të tjerë. Dhe kështu janë dhe çunat. Nuk është e thënë që ti nuk e qenë e duhura për atë djalin ose ai nuk të ka dashur. Ai mund të ketë dashur shumë, ti mund të kesh qenë vajza perfekte, por në atë moment kur ti e ke takuar,
ai nuk ka qenë gati. Ka qenë zën taksia. Ka qenë zën taksia. Kështu që nuk është faj i nuk mendoj që është momenti për gjetur faj ose ne Nuk është faj dikujt, Nuk është faj dikujt. Pra, Nuk e di Interesante, se interesante kultura e lidhjeve edhe lidhjeve romantike sa vjen edhe po vdes akoma më shumë, sepse edhe njerëzit arsyeja pse njerëzit i ulin pritshmëritë nuk është çështja e respektit, po ne kemi arrit na kënaq fakti që ai të morin telefon për shembull. Në këtë pikë, Ose në këtë dhe pikë shumë të tjera që mund të jetë një episod i tërë me gjëra që ne bëjmë Mendoj që kjo kompromis tema dhe ka shumë, pranojmë. po, The ka shumë bar folur. është aq low sa që çdo gjë të duket domethënë nuk e di, po. Wow. Dhe me atë tersin e kuq që ke në dorë Megli, që duhet ta heqësh se na bëre gropën në këtë puntat, se në çfarë numri jemi? Po s'kem 23. Është lucky 23, nuk ka shans. Unë kam ditë 23. Unë shikoj 2 Kush + 3 pyeti? bëjmë 5, është numri i martesës dhe i familjes apo Kush? hyra shumë. Edhe Mos ne harroni të na ndiqni pa manual by Andale. na bëni follow në Instagram. Na shkruani aty të gjitha historitë tuaja dhe let ju nxjerrim bojën çunave siç vetëm ne dim të bëjmë. Një sekond. Da për sugjerim ti. A, Ke një po. sugjerim për të zënë Megli. Ua, ç'është sugjerimi? Po, sugjerimi im është që këtë javë nëse ndjeni shumë overwhelmed, shikoni filmin Blue Cave, që është një film turk që mund ta vëmë këtu se si duket, dhe do më falenderoni na A bëni do qajnë? Do qajnë. Na bëni Na tag ku ta bëni tag shikoni. në story nëse e shikoni dhe ndani eksperiencën tuaj me mua se di që ta komentojmë diku këtë film. Bashkë me Meglin do shohim dhe unë e Blerta. Megli ka parë domethënë, po nga ky sugjerim i Meglit do shohim unë dhe Blerta dhe do ju themi Po. në Instagram Po se çfarë do na themi? review-n ton. Po. Mund ta japësh ti son se ja them shumë. Do Unë po ta qava fush. është një 10-10 Okej. për mua, nëse s'qaj, Okej. varja. Ju puqem, ju Mua. duam, pacim. Nga është kjo, nga ka lindur kjo shpreha mashkulli duhet më i bukur se majmuni, pse? Sepse ne gocat, më fal, ne gocat nuk ja hedhim kur syt një çuni nëse ai nuk është sipas atyre parametrave që ne kemi menduar në kokën tonë. Ose ne thjesht na duken meshkujt më të bukur se majmuni sepse gocat harrojnë të bëjnë face up të dashurve të tyre kur postojnë foto në Instagram. Po pse kemi ne kaq shumë kërkesa për këta çuna, se themi gjithmonë i duhuri. Edhe dikush më forta, dikush më forta që ne kemi kërkesa dhe po ta shohësh çfarë përfundojmë, nuk kanë fare në përpikta. Fati i mirë është që ne nuk kemi përfunduar ende dhe kemi ende kohë të zgjedhim. E vërtetë është kjo që do të Enderuar. shpon. Kështu që në fund shohim që vjen Xhesi. Hajde Xhesi, se erdhe me vonesë si gjithmonë. Si erdhe. Si gjeta? Se ka gjë. Mirë emisioni. Mirë, ja tham ta fillonim bashkë Super. sepse ti gjithmonë vjen me vonesë. Edhe tham të ishim këtu. Për çfarë flasim? Po flasim për të duhurin, për temën që kishim sot. Po Për të u vonova duhurin. aq shumë me thënë të drejtën sa që nuk kishim më të rrezisë, çunat e audios dhe teknikës duhet largoheshin, edhe Ah, tham. kishin ankesa. Po Marvi pari bashkë me Marcelin që Wow. duhet Marvi donte të bënte një telefonat dhe ti ja ndalove. Wow. Do bësh akoma Nëse Megli, telefonatën? siç po thonim, se erdhi Xhesi dhe do i ngarnohet në bisedë, pse kemi kaq të vështirë për gjetë duhurin? Po sepse ndoshta ne nuk e dim se çfarë duam nga i duhuri. Dhe a ekziston në të vërtetë i duhuri? Po ekziston, moj vajz, ekziston, ne të gjitha gocat kemi ato parametrat, le ti themi kështu, ose cilësitë që duam të kemi të duhurin në jetë. Të bëjmë një prank. Po të bëjmë prank, nuk ka filluar. Nëse ju pëlqeu kjo që sapo pat, mos harroni të na bëni subscribe në YouTube, Andale dhe na ndiqni në çdo rrjet social tonin. ¡Ándale!